Na ku punë marr. Barpaç, si e? Sot jemi 5 qershor 2025. Shënqini nga vjen? Ky është i zonës Divjakës. Zonës Divjakës. Nga Divjaka. Afërsisht me sa merret sot? Sot po merret me 30 lekë kilogrami. 300 lekë djela. 300 Kjo, lekë. ku do niset? Kjo është për Ballkan. Për Ballkan. Kryesisht në Ballkan. Një fjalë është fillimi tani për Ne sot po bëjmë sefre. Se kemi pas me fushën kemi pas frikë të figurie. Kurse tani është plastik. Dhe që do vazhdoj. Ky është një fjalë shaqini fushës. I fushës. Se ti ju keni rreth 4 vjet si vlezër që bëni eksportin e perimeve, jo vetëm në Divjak, por në të gjithë zonën e Shqipërisë Mesme. Po. Si keni dalë? Po mirë, jo keq. Mirë, sa do vjen dita ditës firma të reja, po vjen presin për më mirë. Kjo është edhe vlerësim, unë do të dëshiroj që edhe institucionet shtetërore, i tjetë ta 2 vlezër të ri, ka kriju këtë ambient për të eksportuar, për të ngullu gjithë perimet e zonës dhe të eksportosh sot, për shembull. Ky ikën në Kosovë, në Serbi, në Besojë, në Malzi, dhe i Kroaci. Në Itali kemi qenë. Edhe në Itali. Dhe kjo është shumë pozitive. Pra do të insistoja që duhet stimulohen sa më shumë djemtri të tillë që të kenë një tarme. Ashtu do Giorgio. Dobro lubenica, brat. Raket fare, raket. Kileç me malë 20 kile, Allah. E zumë me spektakl. Te kroj për te në zale, vinë basha hoj vële, sa me vrapta me nga dale, që lege do. O te kroj për te në zale, vinë basha